Po bëj avokatin, po bëj të vërtetën unë. Po bëj, shko. Gjatë qeverisë sime ka patur 32 licenca nafte. 32 licenca nafte. Por nuk ka patur 400.000 ton kontrabandë qeveritare nafte. Gjatë asaj periude ka patur 400.000 automjete dhe janë zhdoganuar 650-720.000 ton naftë. Dhe prodhoheshin në vend 200.000 ton naftë në Ballsh. Po, kurse sot 400.000 ton vinë nga Libia, po kush i merr ato mor? Po ku ka privat që mund t'i marrë ato i marrë vetëm qeveritarët. Ato vinë me gjemi, ato shkarkohen për qeveritarët. Pra, kjo është problemi i naftës. Por, nuk ka diskutim se në qoftë se vën taksën më të lartë në botë, je mëkatari më i madh ndaj qytetarëve tu, ndaj fermerëve tu, dhe unë prisja që ti sot, po të mos ishe hipokrit si që jetë filloja grevë në Uris këtu, për çmimin e naftës për fermerët. Po të hoqi Belinda nga Lubia, nga Fieri, dhe tani nuk pyet ma për ta fare. Zoti Braçi, procedurë. E para gjë që duhet të them është që kur flasim këtu, unë kam një diferencë shumë të madhe me njëri. Diferenca është që unë flas me letra, i flet me mend. Ky është problemi. Dhe është një diferencë shumë e madhe. Dhe se është një diferencë midis të vërtetës edhe gënjeshtrës. Po të flasim për modelin e taksave, është ai që ju thash atje. Modeli i taksave është një zgjedhje shumë e qartë politike e jona. Shumë e qartë. As i iki fare asaj historie. Mbi një model të gjetur, kemi bërë politikën tonë. Është shumë e qartë kjo gjë. A është ky niveli i taksave më i lartë në botë? Jo. Shumë e thjeshtë. Gjermania, shumë e thjeshtë. Gjermania ka një nivel taksash. Tani se ti di dhe italisht. Edhe më vjen keq domethënë, po ta jap të tabelën. Merre, shikoje, me që di dhe italisht, shumë më mirë edhe se sa Berlusconi. Merre, shikoje dhe pastaj jep verdiktet e tua. E fundi gjë që dua të them. Shiko. Të çojnë këtu njerëz që për 6 vjet, plus 8 vjet, 14 vjet, 14 vjet, kur nuk i dhanë 1 litër naftë bujqve, pa akciz, 14 vjet rresht, pa akciz, natyrisht që është e tepër. Minimumi 6 vjet rresht, bujqet në këtë vend kanë marrë naftë falas, jo pa akciz, po pa lek fare, falas. A jam unë dakord me këtë që u bë tani? Jo, s'jam dakord, veçanërisht me argumentin që abuzoi dhe ne do ta heqim. Jo, me abuzoi dhe ne do ta heqim, u bë dëmi i madh me tatim mbi vlerën e shtuar në sektorin e bujqësisë. Abuzohet, ndëshkohet dhe politika shkon deri në fund. Faleminderit.